Ne ja kemi ofruar Lidhjes Demokratike të Kosovës kryeparlamentare, kryetarin e kuvendit. Gjithashtu kam deklaruar edhe në takime edhe jashtë tyre që ne jemi për president konsensual. Pra nga 3 pozitat të larta shtetërore, vetëvendosja tashmë ka zbritur në vetëm një, të kryeministri. Presidenti konsensual, kryeparlamentari mbledh dekret. Pozita e kryetarit kuvendit është refuzuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, është konsideruar ceremoniale. Unë besoj që është dashur që ta marrin atë pozitë. E ndjeka edhe mbrëm qëndrimin e deklaratën publike të mikut tim, kryetarit të LDK-s, Lumir Abdigjiku, i cili tha që LDK-ja do të qëndrojë në opozitë. Unë besoj që LDK-ja është dashur të vinë bashkëqeverisë. Ta kemi një marrëveshje politike, nuk është të thënë të jetë identike me rezultatin e zgjedhjeve, 53-18, po deformimi i rezultatit nuk mund të jetë. Pra, me 18 deputet, ta marrësh kryetarin e kuvendit, nuk është pak.